Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku ka arritur të rezistojë procesit kuvendet të jashtëzakonshëm duke u rikonfirmuar në krye të partisë. Abdigjiku i ka mbijetuar votimit ku 169 delegatë ishin kundër shkarkimit dhe 152 pro tij. Gjatë fjalimit para delegatëve, Abdigjiku ka theksuar se çdo vendim i marrë gjatë mandatit të tij ka qenë interes të partisë. Ai theksoi mes së tjerë se rrugtimi i tij në krye të partisë nuk është bëri vetëm por bashkë me strukturat dhe anëtarësinë e partisë. Abdigjiku ka udhëhequr LDK-n që nga viti 2021. Pas rikonfirmimit në kryet e LDK-s, kryetari Lumir Abdigjiku ka bërë të ditur se kjo forcë politike do të rikthehet diskutimeve me lëvizjen vetëvendosje për formimin e institucioneve të reja, pasi kuvendi i jashtëzakonshëm i partisë e rikonfirmoi në krye të drejtimit. Në konferencën për mediat pas përfundimit të kuvendit, Abdigjiku tha se deri më tani është zhvilluar vetëm një takim me përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje dhe mohoi se në këtë takim janë diskutuar ndarjet e posteve qeveritare. Sipas tij, LDK nuk do të pranojë një marrëveshje që do të jepte një partie kontrollin mbi të gjitha institucionet shtetërore të shtetit. Populli i Kosovës do të jetë sigur në LDK se LDK s'mund të pranojë asnjë marrëveshje në cilën ne nuk sigurojmë demokraci funksionale në Republikën e Kosovës, ku pozitat kryesore shtetërore nuk i takojnë një partie të vetë. Për çështje tjera, nuk kemi folur. Lejoni që tani nga nesër tutje të përpiqemi të vazhdojmë diskutimet aty ku kanë mbetur. Për këtë momenti unë heqjat çështjen e pezullimit të diskutimeve dhe LDK është e hapur diskutojë tutje të institucioneve. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfia Aziri përshëndet mbarvajtjen e Kongresit të jashtëzakonshëm të partisë. Pas punimeve të kuvendit të partisë ka theksuar se tashmë është mbyllur një kapitull i rëndësishëm për LDK-n. Ndërkaq që pyetur rreth bashkëqeverisjes së mundshme me lëvizjen vetëvendosje, Aziri ka thënë se bëhet fjalë për një bashkëpunim i mbështetur në 3 parime. Parimi i parë që duhet kemi marrëveshje për të gjitha ose për asgjë, kjo është më e rëndësishme. Pika dytë, kriteri dytë, jo më pak e rëndësishme është agenda shtetërore, politika sektoriale, programet qeverise, interesi i Republikës, do të më përballohet sepse Kosova ka agjendë rënd, tash 2 vite e gjysmë nuk është punuar në këtë vend, nuk është përballuar asnjë proces, asnjë situatë dhe e treta më pak e rëndësishme i bie mandej konform këtyre 2 të parave është ndarja e përgjegjësive. Aty ku secili e merr rolin, e merr edhe përgjegjësinë dhe kjo duhet më bënë një marrëveshje e bashkëpunimi. E kundërta LDK shkon dhe shkakton procese, nuk ka opcion tjetër. Ne do të shkaktojmë andaj procese në cilën shtyjmë agjendën e Republikës. Pas përfundimit të kuvendit të jashtëzakonshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku Lumir Abdigjiku nuk u shkarkua nga pozita e kryetarit të partisë, ka reaguar deputeti zgjedhur i LDK-s Armen Zemaj. Sipas tij, procesi ishte demokratik dhe i organizuar mirë nga aspekti procedurial. Tash rezultati është ai që është, 170 delegat votuan kundër shkarkimit të zotit Lumir Abdigjikut, 5 abstenuan edhe 152 votuan për shkarkimin e zotit Lumir Abdigjiku. Ky është një rezultat me vote msheft, gjithçka ishte në aspektin procedural ishte mirë e organizuar. Ky është vullneti i delegatëve pjesëmarrës i Lidhjes Demokratike të Kosovës. U miratun edhe një deklaratë politike për neve pa nevojshme, sepse është statutare obligimet antarëve të LDK-s karshi i partisë, edhe zgjerimi i Këshillit të Përgjithshëm, ndoshta për nevojat e kryetarit, po sido që tjetë, ky është rezultati. E mira është që gjithçka ishte demokratike dhe partia doli e bashkuar siç po na shihni. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, pranoi se ishte ndërmbështetëse të ndryshimit në parti, por që i bindet rezultatit kongresit. Përmes një postimi, Bajrami ka shkruar se ishte në mesin 152 delegatëve që besuan se partisë i nevojitet ndryshimi, por sipas saj, 170 delegatë të tjerë kishin një qëndrim ndryshe. Në shtëpinë e demokracisë gjithmonë fiton demokracia. Urime LDK, shkruan Hykmete Bajrami. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.